të prezentojnë që këtë një si e këti Artan Vogli ish futbolist. Po si ish futbolist? Ti e i ri, qa ish futbolist tani, se në abite, se më ka të legjia. Një dëmtim që në ndodhi... Qa, dëmtim? Pa. Për qa pate? ACL-ja, kërqati anterior. Që... Si ka sërë ëndrën mes? Po, edhe mund themi që në ashtuja, po që që të bëjmë jeta vazhdojnë, kështu që... Po ku ke lujtë më para ti? Kam qenë, arritë me majo qenë të turbinat e ekipit Sërigut. Sërigu? Dhe aty do më thënë... Kanë zirë Sërigu, kanë zirë Alban Hoxha, ke kanë zirë? Kanë zirë... Nga Sërigu nuk është Alban Hoxha? Pas, nuk e di nga është, po që ka luajtur me Sërigu në di, po në origin nuk e di nga është. Albania, po jo? Ai trashi nga Gramshi e dhjith me radhë. Ke bërë... Po kanë zirë lojtarë... Qa ke mbaruar? Universitetin e Sporteve. Se të prezentojnë që këse thonë njërës dhe kush është këquni, e ke për asysh Po, normal, se e di që... Të prezentoj. Okej, suksese. Shumë faleminderit. Se do bësh tani? Mësus edukimi fizik, qa... Kjo është plani, po kujdi, sepse... Do rehabilitojmë Aceloni. Ja, Acele është rehabilituar. Do rehabilitojmë Aceloni. Do ta marrësh ti te Matrix. Ti s'ke nevojë për prezentim se ke ardhur disa herë. Atëre, Denisa Kurhani, trajner personale tek Matrix, mund ta përmisosh djalin? Do mundohemi, do e marrim për sipër. Dhe shkojmë kështu, super fare. Megi Elezi, dashamir se sporti, edhe vazhdon mjekësi. Po. Qa viti? Viti 5. Po për qa degje, si bje, profilizohesh, apo? Po, në basi marrëm vitin e 6, bën specializim. Profilizohesh, e ke ndarë mendja? Kam shumë qef për neurokirurgji. Bukur, më pëlqen mjekësia, si që kam kështu, dhe më thosë ajerë vinë nga mjekësia doktor, mjekë, dhe për arkitektët. E përse kur shkon në një ndërtes, shkon në një ndërtes madhe, arkitekti kësaj është filani, janë gjëra interesante. Është artë më vete. Pse ke zgjedhur mjekësin? Më pëlqen. E kam dëshirë që t'i ndihmoj shumë njerëzit, po, kam pa qeve. Betimi Hipokrat? I Hipokratit, po. Ekziston ty? Unë mendoj që ekziston. Mjafton që ta ndjesh. Edhe unë shpresoj që të ekzistoj. Ta zbatosh. Se si në çdo lloj profesioni, në çdo lloj fushë lëmi, ke njerëz mirë dhe njerëz Me rëndësi është që profesionin që ke zgjedhur ta duash. Po, më pëlqen shumë doktorët për shembull sepse ka njerëz që për pos baltës që i hedhin gjithë me radhë, ka dhe njerëz me shpirt, ka dhe doktor shumë mirë, dhe mjekë shumë mirë. I ka. Dhe kam konsiderat të jashtëzakonshme dhe më pëlqen shumë që kemi një doktores të ardhshme në panel, dhe inshallah, do zoti, bësh shkon nivelet të larta. Avokatët, në përgjithësi nuk ashtu, i kam qef, në përgjithësi. Ke parasysh, nuk i kam, në panel i kam qef, për shembull siç e kemi Arsid Moriqi me O. Jam rregull? Po se thashmë Moriqi, thashmë s'ke ndonjë gjë me atë lojtarin se ai i gjatë. Kemi një në origjinë fakti dy.